10 njerëzës. Pika 6. Projekt vendimi për shtesa në vendimin numër 64/2025 për caktimin e antarësisë komisioneve të përhershme të Kuvendit i ndryshuar. Pika 7. Projekt vendimi për një shtesë në vendimin numër 65/2025 për caktimin e antarëve zëvendësues në përbërjen e komisioneve të përhershme të Kuvendit i ndryshuar. Pika 8. Diskutime për çështje jashtë rendit ditës. Fillojmë me çështje sipas rendit ditës. Miratimi procedurbalit seancës plenare datës 5/3/2026. Ju njoftoj se për arsye teknike procedurbalit seancës plenare datës 5 mars 2026 nuk mund të vihet në dispozicion në seancën plenare të sotme, do të përcillet për miratim në seancën e radhës. Kalojmë te njoftimet. Ju njoftoj se në kuvend janë depozituar 5 akte nga Këshilli i Ministrave, 2 nisma deputetësh, 1 kërkesë për interpelancë dhe 1 kërkesë për seancë pyetje-përgjigje. Titujt e nismave të depozituara mund t'i gjeni në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet në faqen zyrtare të Kuvendit. Ju njoftoj se me shkresën numër 1083 protokollit datë 10/3/2026 të kryetarit grupit parlamentar të Partisë Socialiste, deputeti Piro Vëngu caktohet kryetar në grupin e miqësisë Shqipëri-Francë dhe antar në grupet e miqësisë Shqipëri, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Shqipëri Zvicër. Deputeti Ailisa Spiropali caktohet antare në grupin e miqësisë Shqipëri, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Shqipëri Izrael dhe Shqipëri Gjermani. Vijojmë me rendin e ditës. Projekt vendimi për dhënien e autorizimit nga Kuvendi për arrestimin, heqjen e lirisë së deputetes Belinda Balluku nëpërmjet zvendësimit të masës sigurimit. Siç jeni ndjeni, Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në datën 16/12/2025 ka paraqitur kërkesën me numër 43019 protokollit datë 16/12/2026 e protokolluar në Kuvend me numër 4019 protokollit datë 16/12/2025 për dhënien e autorizimi nga Kuvendi për arrestimin ose heqjen e lirisë së deputetit, ministrit, zëvendës kryeministrit nëpërmjet zvendësimit të masës sigurimit. Menjëherë pas marrjes së kërkesës në zbatim të nenit 118.1 e rregullores, kam thirrur mbledhjen e Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetin, i cili e zhvilloi mbledhjen në datën 19/12/2025. Janë përgatitur 2 raporte rekomanduese për shqyrtimin e kërkesës prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Raporti rekomandues i 5 deputetëve të pakicës parlamentare, antarë të Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetin, si dhe raporti rekomandues i 5 deputetëve të shumicës parlamentare, antarë të Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetin. Në bazë të nenin 113.3 rregullores, raportet me rekomandimet përkatëse janë publikuar në faqen zyrtare të Kuvendit. Në zbatim të nenin 118.4 rregullores, përcaktohet se shqyrtimi i kërkesës për caktimin e masës në arrest ose heqjen e lirisë së çfarëdo lloji forme apo të kontrollit personal ose kontrollit banesës së një deputeti, vendoset si pikë e parë rendit ditë të seancës pasarse pas paraqitjes së raporteve të Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetin. Në seancë plenare jepet fillimisht fjala deputetit ndaj të cilit është paraqitur kërkesa. Kuvendi vendos me votim të hapur për dhënien ose mosdhënien e autorizimit për caktimin e masës arrest me burg ose heqjen e lirisë në çfarëdo lloj forme apo kontroll personal ose të banesës ndaj deputetit. Raporti i Këshillit nuk është objekt diskutimi në seancë. Deputetja Belinda Balluku, zonja Belinda Balluku, ka të drejtën e fjalës. Nuk ka paraqitur kërkesë për të mbajtur fjalën, ndërkohë fillojmë me prezantimin e raportit rekomandues të 5 deputetëve të pakicës parlamentare, antarë të Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetit. Zoti Oerd Mlykbashi si relator, fjala për ju.